Jupiteri, planeti që në astrologji lidhet me zgjerimin, fatin dhe mundësitë, ndodhet në shenjën e Luanit. Kjo energji lidhet me kreativitetin, vetbesimin, ekspozimin publik dhe dëshirën për të shkëlqyer. Për disa shenja, kjo mund të jetë një periudhë ku mundësitë për rritje personale dhe profesionale bëhen më të dukshme. Luani, koha për të shkëlqyer. Luani më të jetë një nga shenjat që përfiton më shumë nga kjo energji. Mund të ketë më shumë vetbesim, dëshirë për të nisur projekte të reja dhe mundësi për të qenë më shumë në qendër të vëmendjes. Shigjetari, aventurat dhe mundësitë e reja. Shigjetari mund të ndjejë një shtysë për të dalë nga rutina. Udhëtimet, njëjat e reja dhe projektet krijuese mund të marrin një rëndësi të veçantë. Dashi, me shumë guxim për të vepruar. Dashi mund të ndjejë një rritje të motivimit. Ide që më parë dukeshin të vështira mund të duken tani më të realizueshme. Ujori, një periudhë e rëndësishme në marrëdhënie. Për ujorin, energjia e Jupiterit mund të ndikojë te marrëdhëniet dhe partneritetet, mund të shfaqë mundësi të reja për bashkëpunime ose lidhje që sjellin ndryshime të rëndësishme. Në astrologji, Jupiteri konsiderohet simboli i zgjerimit dhe optimizmit. Megjithatë, ndikimi i tij nuk do të thotë domosdoshmërisht se gjithçka do të ndodhë vetvetiu. Përfitimi më i madh mund të vijë kur mundësitë shoqërohen me veprime dhe vendime të menduara.